Dita e dytë e qëndrimit të delegacionit të Miss Shqipëria në Kastoria u zhvillua mes historisë, kulturës dhe mikpritjes së ngrohtë greke. Udhëtimi nisi në qytetin e vjetër të Kastorias, një nga zonat më të njohura historike dhe piktoreske të rajonit. E vendosur buzliqenit, kjo lagje ruan ende atmosferën e shekujve të kaluar përmes rrugisave me kaldrëm, shtëpive tradicionale dhe monumenteve bizantine që dëshmojnë pasurinë e trashëgimisë së saj kulturore. Konkurrentët e Miss Shqipëria patën mundësinë të njihen më nga afër me historinë e qytetit. Vizita vijoi përgjatë shëtitores buzliqenit, ku prania e vajzave tërhoqi vëmendjen e turistëve dhe banorëve vendas, të cilët I pritën me dashamirësi dhe mbështetje. Miss Shqipëria 2026 në postur! Më pas, delegacioni u drejtua drejt vendbanimit prehistorik të Dispilos, vend pak kilometra larg Kastorias. Ky sit arkeologjik I rëndësishëm I kthen vizitorët rreth 7000 vite pas në kohë, duke ofruar një panoramë të jetës së komuniteteve të para që banuan në zonë. Ndalesa e fundit e vizitës ishte në bashkinë e Kastorias, ku stafi I Miss Shqipëria u prit nga kryebashkiaku I qytetit. Gjatë takimit u vlerësuar rëndësia e shkëmbimeve kulturore dhe marrëdhënia miqësore mes dy vendeve. Në fjalën e tij, kryebashkiaku theksoi se kultura, respekti dhe dashuria janë vlerat që lidhin popujt dhe krijojnë ura bashkëpunimi për te I kufive. Vajzat e Miss Shqipëria ju presin në një finale magjike që do të zhvillohet më datë 6 qershor në Pogradec dhe do të transmetohet live në Vision Plus.